Falenderoj. Doja të shkoja në Ulqin tek Zoti Mehmeti. Zoti Mehmeti, ju e njihni si pakush ish Jugosllavin nga të gjithë ne si panelist këtu, për shumë arsye. Por, si e pat ju këtë lëvizje? Unë mendoj se është një lëvizje në shumë dimensionale, për faktin se në këtë moment dhe mos reagimi i presidentit të Serbisë Vučić ka të bëjë me faktin dhe pozitën e tij personale në politikën edhe shtetërore në Serbi, por edhe në besueshmëri në raport me Bashkimin Evropian. Tashmë dim se situata politike në Serbi është, do thotë, ka evoluar, një pjesë e madhe e popullatës është e pakënaqur dhe gjithë këto demonstrata që po ndodhin e ka luhatur dukshëm pozitën e kryetarit të shtetit malit të Serbisë. Në anën tjetër, unë jam skeptik se nëse shkon një Dodik në Republikën Srpska do të vijë një Dodik tjetër. Domethënë kjo është e padiskutueshme, por ndoshta në një intensitet më të ulët të radikalizmit dhe në raport me Federatën e Bosnjë dhe Hercegovinës, por me vetë faktin se kemi të bëjmë me një autonomi të karakterit të tillë siç është Republika Srpska, do thotë problemet nuk janë zgjidhur me largimin e Dodikut. Gjithsesi Dodiku unë mendoj se do të mbetet spaku për një periudhë në hije dhe ai do të rikthehet nëse do të rikthehet pozicioni i presidentit të Serbisë, domethënë Vučić, por gjithsesi ne kemi edhe situatën edhe në Maltezi ku një pjesë e madhe e politikës aktuale domethënë ka ndikim është dore zgjatur e politikës serbe edhe në politikën e Maltezi. Pra kemi të bëjmë me një trekënç ku koordinohen veprimet e tyre dhe në një moment të përshtatshëm do të përpiqen se paku nuk mund ta marrë këtë me siguri, por unë besoj që këtu ndikimi i Bashkimit Evropian do të jetë konkret dhe përpjekjet e Bashkimit Evropian për të nxitur sa më parë, domethënë integrimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në gjirin e Bashkimit Evropian qëndron pikërisht edhe në këtë pikë ku duhet një herë për gjithmonë të dobësohet ndikimi serb në rajon.